Librat u mbyllën, çantat u mbyllën, shokët e shoqet u përshëndetën. Sot, razilja e fundit e vitit shkollor, me çka dhe zyrtarisht nisi pushimi veror i nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme mbar vendit, pas një viti me mësime, teste dhe aktivitete shkollore. Tani nxënësit do të kenë më shumë kohë për argëtim, për të rikthyer sërish në bankat e shkollës në shtator. Me këtë rast, Ministri i Arsimit Vesna Janevska uroi nxënësit dhe theksoi se ky ishte një vit që sipas saj ishte më i mirë se sa ai paraprak, dhe se gjatë të cilit kanë sjellë shumë risi në procesin edukativo-arsimor. Të gjithë nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme i përgëzoi për sukseset e arritura, u dëshiroi pushime të bukura verore, të mbushura me çlodhje, shoqërim dhe kujtime të paharrueshme. Besoi se do të gjejnë kohë edhe për leximin e literaturës, përfitimin e njohurive të reja dhe për zhvillimin e aftësive personale. Ndërsa njoftoi mësimdhënësit se do të kenë një rritje të re të pagave prej 7.5%. Përndryshe, për më shumë se 14.500 maturant, mësimi përfundoi më 15 maj, ndërsa më 11 qershor, ata që janë regjistruar për provimin shtetëror të maturës do ta japin provimin e detyrueshëm të jashtëm në gjuhën e tyre amtare, pra maqedonisht, shqip, turqisht ose serbisht. Më 12 qershor, kandidatët për provimet shtetërore të maturës profesionale dhe shtetërore artistike do të japin provimet, pasi më parë më 6 qershor, maturantët e kishin dhënë tashmë pjesën e parë të lëndës zgjedhore eksterne. Regjistrimi në arsimin e mesëm për nxënësit gjysmë maturant fillon këtë muaj.